fillim, do më thonë që ako lejesa apo ndalesa, normal që se cili imam, ose prift, ose pastore, din cilat janë bazat e qasoj feje. Unë po të tregoj me shembuj që mësimi i landës fetare që zhvillohet, që ku mësojnë dhe fëmija mi, do më thonë, dhe kam mësu në Zvicër, nuk ka qenë zbërthyra detajisht. A i mundet me zgjedh, pastaj me lexu. Po ka qenë sikur ti mund të ta mësosh me drejtu veture në bërë shtëpis, po nuk do me thonë që ki të drejt me dalë në komunikacion. Do të me shku të një inspektor dhe me marrë të drejtë dhe me mri moshën e pastaj pa icesh me lejet e makinës. Ne sot kemi fëmijë të cilët jo vetëm në besimin islam, po në fejt e tjera, që dalin dhe mbajnë, do me thonë, kanë kryu dhe lodra, si rodë bëkse këtu, duke u talë me qabën ose me kish ose me atë, këtu duhet jetë një institucion që din me thonë stop tyre, sepse ata mujnë e patëm të ashrasën një prindit i cili tërkone ka kalu duke lu lodra dhe fëmiju ti e bërë një akt makabër duke mbyt disa fëmijë. Prandaj feja lu një rol të madh në shoqëri. Ne kemi nga shkencëtar, qoftë nga Einstein, nga të tjerë, qoftë dietar, që ka thonë që një shoqëri e cila thirrët në laicitet, nuk do me thonë që ti i drejt për qatë shoqëri dhe po e drejtën si duhet nëse i largu prej fesë. Ne shohim ndikimin e komunizmit në Shqipëri që i ka zhvesh popullin tonë prej besimit dhe deri me sot ata nuk po mund me marrë veten sa duhet. Është një shembull praktik. Ato që du me thonë është që nëse unë për marrë jem, do me thonë, ligjerus në një shkollë fillore ose të mesmen dhe ligjer landën e mësim besimit islam, qëlla është kurrikula? Kushtet e besimit, që i themi kushtet e imanit, kushtet e islamit, haxhi, ose i themi që është një pelegrinazhi, që janë ato temat. Po, në asnjë formë nuk lejohet në çdo shkolla ku mësohet mësim besimi, që mi thonë fëmijët shu dhe tregom se si falen dy recate namaz. Për shkak se përfundoj, doktor Adnan Aslan është një ligjerues në Austri, në Vjenë, i cili tregon rastin, mas që kemi ftuar në seminar, që pyetëm a mjaftojnë objektet fetare. Nëse unë shpjegoj tash Kurban Bajramin, një fëmijë 6-7 vjeçar, po i citoj fjalët e tina, mas që thotë kreva ligjerimin klas, u çu një fëmijë tha edhe baba im thashë si Ibrahimi alayhis salam. Sepse na dim tregimin që Ibrahimi ka dashur me sakrifiku birin e tij me bë kurban. Tash kjo ka shpjeguar aspektin teologjik, fëmija ka kuptuar si një lloj vrasje, se baba i tij pas ka dashur me mbyt nonën, edhe ja thiraj automatikisht që athin që i thonë të Elterngespräch, do me thonë takim prinderor, çfarë ka dashur me thonë fëmiu. Edhe nana e tij tregon thotë që kemi pas probleme në familje, ka dashur me mbyt me thik, edhe ky ka shpjeguar shpjegimin e Kurban Bajramit, te fëmiu ka ndikuar sa i ka qenë. Po, ama është pak e rëndë për fëmijën, ndoshta me u shpjegu Kurban Bajrami? Po mibe, po tash... Sepse nuk mundet mirë, kjo pas ka qenë rastishme. Që fëmiu ka ditë me tregu ndoshta në një formë krejtësisht tjetër. Po jo gjithë fëmijët kanë dhunë në familje, edhe jo gjithë fëmijët mundën me e kuptu nëse shkojnë xhami do ta keq kuptojnë çështu. Po. Se pedagogjia e ka shumë bukur që e don. Cikli ult, cikli lart, shkolla e mesme, fakulteti. Në xhami ti nuk mundesh tash një fëmijë vogël më ia shpjegon një ligjërat. Patjetër, po.